Ekipi i Kukësit ka ndryshuar dukshëm pamje pas ndërhyrjeve në mërkaton e dimrit dhe në ndërtimin e trajnerit të Bledi Kadiu në kampin verilandor është rikthyer besimi për mbijetesë në kategorinë e parë. Këtë e vërtetoi edhe barazimi 1-1 që Kuksi arriti në javën e fundit në fushë Krujë. Për Panorama Sport, trajneri Bledi Kadiu foli për ringritjen e skuadrës dhe pikën e marrë ndaj Ilirisë. Jemi mirë dhe kemi punuar fort në anën psikologjike, duke parë që kemi qenë shumë mbrapa me pikë. Mos harrojmë se jemi në vendin e fundit dhe psikologjikisht lojtarët kanë pasur pesimizëm, tha ai. Më pas tekniku verilandor ju përgjigj edhe pyetjes se si mund të mbijetoj Kuksi. Për këtë kemi punuar shumë në anën psikologjike, duke rikthyer besimin e lojtarëve për mbijetesën. Kemi një kontingjent shumë të mirë me pruja cilësore dhe psikologjikisht lojtarët janë në gjendje të mirë. Ata kanë rritur besimin në vetvete sepse po marrin pikë dhe po luftojmë. Jemi munduar shumë të ndikojmë në aspektin psikologjik të Kuksit, kur mendon se e morëm me vetëm 9 pikë, që ata të kuptojnë se çdo ndeshje vlen. Trajneri ka në dorë vetëm të rrisë nivelin e lojtarëve. Ne e marrim çdo ndeshje me radhë dhe nuk kemi frikë nga asnjë kundërshtar, është shprehur trajneri i Kukësit për Panorama Sport.